Përshëndetje. Kjo është videoja e dytë që po e bëj në lidhje me marrëdhëniet Arabi Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në videon e parë thash se marrëdhëniet ekonomike, politike dhe strategjike të Arabi Saudite dhe Shebave, që fillojnë në vitet 1930-1933, kanë evoluar me kalimin e kohës në një bashkëpunim shumë të ngushtë strategjik, të formsuar asisoj që të përfitojnë maksimalisht që të dy vendet. Nafta ka qenë litari që i ka lidhë mes vete këto dy shtete dhe i mban të lidhura dhe të afërta deri në ditët tona. Në këtë video nuk do të flas më për zhvillimin historik të marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve, por do të fokusohem në faktorët kryesor që formsojnë marrëdhëniet Arabi Saudite Sheba, e ndërta janë 5 më kryesorët. Faktori i parë është shqetësimet e sigurisë së brendshme dhe të jashtme të shtetit saudit. Mbi bazën e kësaj krijohen edhe raportet me Amerikën. 2. Marrëdhëniet ekonomike, veçanërisht efekti i naftës. 3. Qëndrimet e ndryshme të këtyre dy vendeve në lidhje me çështjen palestineze. 4. Faktori fe kryesori, mbi të cilën do të fokusohem sonte. Dhe 5. Presioni i Shebave mbi Arabinë Saudite për të bërë reforma arsimore, sociale, ekonomike dhe shoqërore në përgjithësi. Përderisa e përmenda shqetësimet e sigurisë së jashtme dhe të brendshme të Arabi Saudite, dua t'i përmendi vetëm disa fjali. Megjithëse që Arabia Saudite ka shumë përparësi sociale dhe politike, ajo në të njëjtën kohë, për shkak të njëjtave arsye, ballafaqohet edhe me disa problematika të rënda. Për shembull, Mekka dhe Medina dihet botërisht se janë se Arabi Saudite i japin një prestigj të madh në sytë e botës islame, për çka i bën sauditët krenar se janë rojet, rojtarët dhe gardianët e dy vendeve të shenjta në islam. Megjithatë, i njëjti faktor Arabi Saudite i ka shkaktuar disa herë probleme nga brenda. Në videon e parë e përmenda revoltën e vitit 1979, kur bëhet një grushtet, pushtohet Qabja dhe i shpallet luftë regjimit. Me ndërhyrjen e Shebave dhe të forcave të rendit dhe të ushtrisë saudiane, revolta asgjësohet, kthehet gjendja në normalitet, mirëpo politikës së brendshme saudite i jep shenja të fuqishme se jo të gjithë popullata e Arabisë Saudite është e kënaqur me politikën e jashtme të vendit të tyre. Shikuar në përgjithësi, doktrina e politikës së Arabisë Saudite ka 4 parime bazë në politikën e saj të jashtme. Një është parimi i mbrojtjes së jetës së muslimanëve në rajon dhe në mbar botën, të mbrojtjes së islamit. 2. Ruajtja e prosperitetit ekonomik kombëtar saudit. 3. Ofrimi i ndihmave për vendet arabe dhe islame kur ato kanë nevojë. Dhe 4. Sigurimi i vazhdimësisë së jetës së regjimit. Nëse e lexon historikun dhe ngjarjet, investimet, politikat e brendshme e sidomos të jashtme të Arabisë Saudite, e shohim se kjo pika e 4 është kryesorja mbi të cilën e fokuson
fuqin e vetë diplomacia saudite. Pra, është siguria e jetës së regjimit dhe menjanimi i të gjitha elementeve që në një të ardhme mund të cenojnë regjimin saudit. Kështu, tek çështja e Palestinës për shembull, sikur të gjitha vendet arabe, edhe Arabia Saudite, edhe në politikën e Arabisë Saudite, në diplomacinë e saj, çështja palestineze zë një vend të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Qeveria Saudite krenohet me atë që sapo thash, se është rojtare e Mekës dhe Medinës, dy vendet kryesore të islamit. Dhe me që ndjen ashtu, ajo në të njëjtën kohë ndjen përgjegjësi dhe është e detyruar para opinionit mbar musliman në botë që të interesohet edhe më shumë për çështjen e Palestinës. Kështu që nga themelimi i saj në vitet 1933, Arabia Saudite ka shfaqur ambicie që ta zgjidh çështjen palestineze në favor të palestinezëve. Dihet mirëfilli, e përmenda edhe në videon e parë, mbreti Abdulaziz në veçanti e ka treguar interesimin më të madh, e pasti më të madh ka mund ta tregoj vetëm mbreti Faisal, të cilët i kushton edhe me jetë. E ndal prodhimin e naftës, e ndal eksportimin e naftës për SBA në Holandën dhe vendet evropiane, dhe nipi i tij, djali i vllaut të tij, pastaj kryen atentat mbi të. Mbreti Abdulaziz kundërshton që në fillim me vendosmëri përpjekjet hebreje për ta pushtuar Palestinën dhe për ta krijuar shtetin izraelit aty. Mundohet në favor të palestinezëve. Megjithatë, tani më është tepër vonë. Pikërisht, kjo familje mbretërore dhe disa të tjera në Hijaz, në Gadishullin arabik, sikur Sherif Husseinin në Irak, dhe disa të tjerë lider ose kryetar të fiseve arabe, ishin bashkangjitur përpjekjeve britanike për shpërbërjen e perandorisë osmane, thënë më bët për largimin e perandorisë osmane nga lindja e mesme, duke mos e ditur, apo duke qenë të mashtruar pas makutërisë së tyre për pushtet, se Britania, Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës veç kishin nisur kohë më parë përgatitjen e terrenit për krijimin e shtetit Izraelit. Andaj, largimi i perandorisë osmane nga aty, si penguesja kryesore, ose e cila ndalonte me ligj shitjen e tokave palestineze për hebrejt dhe britanikët, largimi i perandorisë osmane nga aty dhe një ditë rrëzimin e saj e shehnin si zgjidhjen kryesore, jo vetëm të parën për krijimin e shtetit Izraelit. Prandaj them se përpjekjet e mbretit Abdulaziz për mos krijimin e Izraelit aty ishin përpjekje tepër të vona, ishte vonuar tepër dhe më asgjë, ama bash asgjë, konkretisht Arabia Saudite nuk ka mund të ndryshoj, qoftë edhe sa një gjelpër, politikat perëndimore globale në lidhje me Palestinën dhe shtetin e Izraelit. Në anën tjetër, nëse shohim, përderisa po flasim për raportet SBA Arabi Saudite, pikpamja e SBA-ve në çështjen e Palestinës ishte kontrare
kontradiktore dhe krejtësisht e kundërt me atë që shfaqej herher nga qëndrimet e mbretit Abdulaziz dhe të mbretërve tjerë në përgjithësi të diplomacisë saudite. Sidomos gjatë viteve të themelimit të Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë pas qëndrime kundër jo vetëm regionit të Palestinës, por të arabëve dhe mbanin anën e hebrejve, respektivisht pas krijimit të Izraelit, anën e Izraelit. Që nga Wilson, koha e Wilson e tutje, presidentët Amerikan e kam pa me shumë simpati çështjen e hebrejve dhe nevojen e krijimit të shtetit Izraelit. Për këtë arsye, deklarata e Balfourit, marrëveshja e Sykes-Picot, si dhe plani i ndarjes i Kombeve të Bashkuara i vitit 1947 mbështeten pa rezervë nga administratat amerikane. Tani, ajo që dua të fokusohem posaçërisht në këtë temë dhe që është boshti i temës. Faktori fetar, feja si faktor i ndërlidhjes së Arabisë Saudite, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe krijimi i një diplomacie të përbashkët midis këtyre dy vendeve. Shikoni, Mohammed bin Saud është si një lider kryetar i njerit prej fiseve më të fuqishme të asaj kohe në gadishullin arabik, është konsiderohet themeluesi i par i Saudis, i mbretërisë saudite të par. Unë në atë videon të cilën e përmendën në videon e kaluar, kur pata fol kush janë familja saudite dhe historia e krijimit të shtetit saudit, kam përmend se përgjatë zhvillimit historik të krijimit të Arabisë Saudite janë krijuar 3 Arabi, ose 3 herë është shpallur shteti Saudit dhe i treti pastaj është ai i cili ka vazhduar jetën deri në ditët e sotshme. Megjithëse që Mohammed bin Saud është si kryetar i fisit El Saud, themeluesi politik i Arabisë Saudite, në të njëjtën kohë bashkëvepron me të edhe Mohammed Abdul Wahhab, një dietar i asaj kohe, të cilët merren vesh që në fillim që Mohammed bin Saudi të shikoj çështjet politike, ndërsa Mohammed bin Abdul Wahhabi të mirret me çështje sociale e në veçanti me fen. Lëvizja e cila atë botë e ndihmon realizimin e platformës së këtyre dy personave, quhej El Hareketul Ikhwanije, apo lëvizja vllazërore, jo kjo vllazëria muslimane e Egjiptit, por është quajtur atëherë lëvizja vllazërore, e cila me armë, me shpadë dhe me mjete të tjera ushtarake arrin ta krijon atë territor që më pastaj do të quhet El Memleketus Saudije ose mbretëria saudite. Perandoria osmane, atë botë, duke mos e pa të rëndësishëm atë rajon, më vonë shihet se ka gabuar shumë, e lë pasdore atë rajon. Herë ndërhyn, bile një herë e dërgon ushtrin shqiptare të Mohammed Ali Pash Kavallës nga Egjipti për të shtypur lëvizjet vehabiste, të cilat më parë kishin marrë hav me kryengritjen e Mohammed Abdul Wahhabit dhe të Mohammed bin Saudit. I shtyp për ca kohë, kthehet në Gjidde
pastaj ndërhyn edhe njëre dhe më pastaj duke menduar se ka marrë fond puna, kthehen sigurisht fillimisht në Damask, pastaj në Amman, pastaj kthehen në vendin e tyre në Kairo. Gjithsesi, Arabia Saudite, që nga ditët e para të themelimit të saj, fen e ka pas një substrat, një themel mbi të cilën ndërtohet edhe politika e jashtme e në rastin konkret. Por derisa po flasim për marrëdhëniet Arabi Saudite SBA, feja ka luajtur rol të madh edhe në politikën e jashtme të saj. Arabia Saudite, pra, përgjatë gjithë kohës është dhe jo të më shpa, po ka qenë dhe është një shtet i rëndësishëm për vendet islamike, më pastaj për shkak të fuqizimit të ekonomisë së saj, shkollën medhebiste, shkollën fetare, apo medhebin fetar të cilën e ka pas për themel dhe skelet të politikës së brendshme, fillon të përdor edhe në politikën e jashtme. Ky kuptim i brendshëm fetar dhe ky skelet, kjo struktur politike e brendshme e shtetit saudit, natyrisht do të reflekton fuqishëm edhe në marrëdhëniet e vendit, fillimisht me vendet e rajonit, me vendjet arabe dhe me të gjitha vendet muslimane në botë. Marrëdhëniet e veçanta të shtetit saudit që janë zhvilluar me shtetet e bashkuara të Amerikës nuk janë prit gjithmonë mirë brenda. E detyruar Arabia Saudite nga frika prej Iranit dhe nga lëvizjet e brendshme të mundshme, Arabia Saudite lëshohet atë shumë në preherin e shteteve të bashkuara të Amerikës sa pa ndihmën e saj, saudianët as që kanë mund të imagjinojnë ekzistencën e tyre. Diçka e parafort si me gjendjen e Kosovës tanishme. Në momentin kur Arabia Saudite ka ndje se është e vetë mjaftueshme në politikën e saj të brendshme, lemën në diplomaci, i ka ndodhur rebelimi i Juhayman al-Utejbit në vitin 1979. E thash në fillim, e shkatron, e rënon, përfundon puna e Utejbiut, mirë po, vazhdon një problem tjetër brenda Arabi Saudite, çështja e ulemave, çështja e dietarëve, të cilët për shkak të sistemit politik të Arabi Saudite, ulemat jo gjithmonë pajtoheshin me atë që e shihnin me sy brenda dhe me atë që e dëgjonin me vesh se çfarë po ndodhte në relacion me shtetet e jashtme. Për këtë arsye, megjithëse ulemaja e Arabi Saudite asnjëherë nuk kanë pas fuqi vendimmarrëse në politikat zyrtare të shtetit, politikat zyrtare të shtetit saudit e kanë pas në kujtesën e tyre dhe kanë qenë shumë të kujdesshëm ndaj ulemave për shkak të ndonjë përhapje të ndonjë rebelimi të ri. Dhe ata të cilët e kanë kundërshtuar politikën e vendit i ka gjetur siç e ka gjetur Salman el-Aude dhe Safar el-Hawalin, të cilët burgosen dhe torturohen me torturat më barbare të mundshme. Për t'ju treguar ulemave të tjerë se ndërhyrja e tyne, jo ndërhyrja, kundërshtimi eventual i tyre në politikat e brendshme dhe në diplomacinë e jashtme do të kenë pasoja. Kështu, bashkëpunimi midis këtyre dy vendeve për çështjen e fesë merr një formë më të theksuar, sidomos gjatë luftës së ftohtë. Lufta e ftohtë, e dini edhe jo, është një periudhë e ndjeshme në marrëdhëniet ndërkombëtare, kur SBA-t në këtë kohë e shohin edhe e kuptojnë thellë
se Arabia Saudite ka ndikim të madh për shkak të Mekës, të Medinës dhe arsyeve të tjera, e së fundmi edhe për shkak të pasurisë së saj, të cilën po e shtinte në dorë nga nafta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillojnë të rrisin interesimin e tyre për një bashkëpunim tani më ndryshe, më thellë me Arabinë Saudite. Nga Arabia Saudite kërkohet përdorimi i nuancave fetare më fuqishëm në diplomacinë e saj. Kështu, Arabia Saudite së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht lëvizin në drejtim të Bashkimit Sovjetik. Siç thash në videon e parë, për të parandaluar lëshimin e komunizmit sovjetik ka ujërat e nxehtë, pastaj ndërhyi në çështjen e brendshme të Afganistanit derisa Bashkimi Sovjetik ishte aty, si dhe në Pakistan. Pakistani në këtë kohë për Sheban dhe Arabinë Saudite ishte vend xhennet për të përgatitur kuadrot që do ta luftonin Bashkimin Sovjetik. Hapen 520 medrese, në të cilat lënda kryesore, nëse jo e vetmja, ishte ajo ku interpretoheshin ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit në lidhje me xhihadin, duke e deformuar vetë xhihadin si një institucion shumë i rëndësishëm i Islamit, duke e deformuar atë e shpërfaqi si një karikatur, kinse xhihadi dënë të thëtë vetëm luftë me shpatë dhe me pushkë në dorë, që në fakt xhihadi, ijtihadi janë përpjekja me përkthyer tekstualisht ose në mënyrë terminologjike, xhihadi, ijtihadi janë përpjekjet që do t'i bëjnë muslimanët për sëndërtimin e jetës së tyre, filluar nga jeta individuale, familjare dhe shoqërore në përgjithësi. Pra, çdo gjë që lëviz besimtari për të bërë një punë të mirë, sipas Islamit konsiderohet xhihad në kuptimin real të tyre. Edhe mbjellja e një fare, e një pemë, edhe leximi, edhe studimi, si quhen ibadet, adhurim tek Allahu, njëjtë sikur se namazi, Ramazani, haxhi e zeqati, edhe tek rasti konkret, të gjitha këto në Islam quhen përpjekje për të ndryshuar gjendjen në më të mirë. Në fakt, në këtë kohë tani më, përderisa po bënte një ekspansionizëm medhhebi apo formati islam i Arabisë Saudite, që ishte boshti kurrizor i politikës së brendshme të mbretërisë saudite, kur filloi të dalë jashtë, fillon të ballafaqohet me struktura, me ide dhe medhhebe të tjera që ishin evident që nga koha e ulemave si Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbeli, Shafi'i, Maliki dhe dietar të tjerë. Shkolla vehabiste, për të gjetë hapësirë ku do të dohej, ku dëshiron të t'i vënë të themelet dhe të akomodohej, e përdor një strategji ta quaj diplomatike, e mësuar sigurisht nga jashtë, apo e ditur nga brenda, dhe ajo ishte demolimi sa më shumë, diskreditimi sa më shumë, mohimi sa më shumë i çdo vlere islame që ishte krijuar që nga koha e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Mohimi i kontributit të dietarëve të mëdhej që e kishin dhënë në përshekuj të ndryshëm ishte shahdamari i politikës së Arabisë Saudite e promovuar dhe e përhapur nëpërmes medhhebit vehabi. Vehabizmi pra nga ky kontekst e shohim edhe si një forcë për konsolidimin e brendshëm, në të njëjtën kohë edhe si një forcë
për zhvillimin dhe forcimin e pozitës së Arabisë Saudite në arenën ndërkombëtare islame. Dhe elementi bazë që ndihmon në këtë kohë, natyrisht, përveç Amerikës dhe fuqisë së saj ekonomike, është shkolla vehabiste. Në këtë kohë, Turqia si promovuese e medhebit Hanefi shihet në vitet e 90-ta, përderisa po fuqizohej ekonomikisht dhe po bënte disa përparime edhe në diplomaci në kohën e presidentit Turgut Özal, midis Turqisë apo midis frymës turke hanefite islame dhe frymës saudite vehabiste islame krijohet një konkurrencë e egër. Gjithandej, ku ishte i shtrirë medhhebi Hanefi në botë, llogaritur edhe në Ballkan, drejtohen objektivat të fuqishme, medhhebiste dhe ekonomike, mbas edhe ideologjike vehabiste, për të rënuar themelet e hanefizmit dhe për të akomoduar e drejta tjetër islame, ajo vehabiste, që i shërbente superstrukturave të marrëdhënieve ndërkombëtare të krijuara si rezultat i marrëdhënieve teje të ngjizura midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rryma selefiste, pra, duke u pa se po del fituese, arrin të depërtoj edhe brenda Turqisë, shtrihet në arkipelagun Malaj me mësime strikte dhe tejet sekrete, arrin të futet edhe në territorin e Rusisë, ku fillojnë të mugullojnë disa celula vehabiste që më vonë të njëjtët nuk pranojnë të quhen kështu, për shkak se bie më roli i vehabizmit në konjunkturat internacionale të krijuara midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dëshirojnë të quhen vetëm si selefi. Në këtë luftë për supremaci midis Turqisë, e cila nga njëra anë ishte aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por tani Arabia Saudite ishte shumë më e rëndësishme, në këtë luftë për supremaci midis hanefizmit në shoqëritë muslimane dhe vehabizmit të Arabisë Saudite, mos t'i quaj viktima, por objekt trajtimi bëhen edhe tokat e Ballkanit. Shqiptarët në fund të viteve 90-ta të detyruar ndoshta ekonomikisht, sidomos pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, rrymat e reja vehabiste, selefiste fillojnë të mbijnë atje dhe të përhapin mësimet e saj gjithandej. Tek ne në ish Jugosllavi, në Bosnje dhe në Kosovë, selefizmi i dikurshëm si vehabizëm për të gjetë hapësirë që të akomodohet, fillon të sulmoj themelet e asaj që quhej kulturë shekullore apo traditë shekullore islame ndër muslimanët. Fillon lufta kundër formës, kundër këtij mevludit që konsiderohet si bidat. Në vend të mevludit futet ajo që i përshtatej rrymës selefiste, ilahit, të cilat arrin të bëhen gati në nivel të vajibit. Vetëm kështu është arrit që ta demolojnë dhe ta rënojnë institucionin e mevludit ndër shqiptarët bosnjakët dhe kombe tjera muslimane, jo vetëm në Ballkan. Fillojnë të hapen tema rreth mënyrës së faljes së namazit. Pastaj
e të netve të mëdha a janë bidat, a nuk janë bidat. Pastaj emërtimet e ndryshme rreth sekuencave të ndjeshme islame. Pastaj fillon lufta kundër bidatit, se çdo gjë që ka qenë prezente ndër muslimanët shqiptar ka qenë disa nga ato, mos të them të gjitha, por ato të cilat kanë qenë të gabueshme dhe bidate, kjo rrym pastaj fillon kinse pastrimin e islamit ndër shqiptarët, që në fakt është një betej gjeokulturore dhe brenda superstrukturës islame, një betej ideologjike midis selefizmit saudit dhe hanefizmit turk dhe të vendeve të tjera. Luft e pa kompromis midis dy kulturave kryesore që themelojnë civilizimin islam. Kultura osmane, selgjuke, turke nga njëra anë dhe kultura arabe, vehabiste, selefiste. Të dyja këto, e sidomos kjo e dyta selefiste, e kishte edhe një target tjetër, që e shpjegova në detajet e nevojshme në videon e parë, lufta e saj kundër eksportimit të revolucionit islamik shiit të Homeinit në vendet arabe. Gjithsesi, duke e shikuar krejt këtë ngjarje, vjen një kohë kur shihet se më nuk ka nevojë për inkorporimin e faktorit fe në diplomacinë e Arabisë Saudite. Në këtë kohë fillojnë kërkesat e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reforma brenda Arabisë Saudite. Fillon të ndjehet një zbehje e betejës gjeokulturore midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe vendeve të tjera, mbase ka patur përparime të ndjeshme edhe në raport me Iranin. E dyta, fillon të ndjehet një afrim sa më i madh kulturor midis kulturës së Arabisë Saudite dhe kulturës perëndimore në përgjithësi, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, brenda Medinës dhe Qabës, brenda Medinës dhe Mekës, fillojnë të ndërtohen hotele të cilat janë në pronësi të hebrejve, amerikanëve dhe perëndimorëve që më parë asgjë është mund të imagjinohet, fillojnë të hapen restorane, marka të ndryshme të robeve, të kpuzve, të maqinave, të cilat kohë më parë nuk ishin prezente në Arabinë Saudite. Të gjitha këto janë zhvillime si rezultat i presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reformat të gjithëmbarshme brenda mbretërisë Saudite. Gjatë mandatit të presidentit Bush, administrata amerikane e merr edhe një hap shumë të rëndësishëm në lidhje me reformat që duhej t'i bënte Arabia Saudite. Gjatë kësaj periudhe, Fondi Amerikan për zhvillim ndërkombëtar financon një program për hapjen e një kolegji të vajzave i quajtur kolegji Iffet dhe hapet në dy vende në shtetet e në Arabinë Saudite. Programi parashete një protokoll të strikt për bashkëpunim edhe midis kolegjit Iffet dhe Universitetit Duke, si dhe disa kolegjeve si motra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2005, presidenti Bush dhe mbreti Abdullah i Arabisë Saudite takohen në Crawford të Teksasit, ku arrin një marrëveshje për reformimin tani më edhe të arsimit në shkollat publike dhe private të Arabisë Saudite. Përveç arsimimit, administrata amerikane ka kërkuar vazhdimisht reforma politike dhe në fen. Dhe si fund,
duke mos e zgjat videon më shumë, vije koha e Muhammed bin Selmanit, i cili i ka hije vllaq dhe i ka hije si me kos, thuaj se çdo gjëje që ishte evidente deri në kohën e para marrjes së hapave nga ana e tij. Ata të cilët e shikojnë me sy të mirë Arabin Saudite, thonë se këto tani janë reforma si nevoja të kohës, ndërsa ata të cilët e shohin nga perspektiva apo me sy kritik, që dëshirojnë të shohin edhe më tutje Arabin Saudite si një vend nga ku frymon vetëm tradita selefiste islame e ngjashme siç ishte dhe që i përngjet shumë kohës së pejgamberit dhe sahabëve, hapat e tanishëm të Muhammed bin Selmanit i shohin me sy të murm dhe me kritika të vazhdueshme. Bota muslimane në përgjithësi, siç ka qenë edhe më parë, e ndarë në 2 apo 3 pjesë, në raport me Arabin Saudite, vazhdon të jetë e tillë. Njëra anë e lavdron Muhammed bin Selmanin, reformat e tij dhe ndryshimet radikale të pa imagjinueshme që po bëhen në Arabin Saudite, dhe tjetra ajo tradicionalja që i sheh si gabimet rashanike dhe se do të pasojnë dënimet e Allahut për të gjitha ato që po bëhen në Arabin Saudite. Po e përfundoj, vehabizmi, selefizmi dhe rryma të tjera të ndryshme në Arabin Saudite dhe gjithandej në botën islame, kurrën e kurrës, mbas edhe FETÖ në Turqi, kurrën e kurrës nuk do të mund të merrnin fuqi që të inkorporoheshin në shtete të ndryshme dhe në për të gjitha shoqëritë muslimane, pa qenë një fuqi e jashtme e cila do t'i shtynte këto procese për interesat e veta dhe bilaterale me Arabin Saudite. Këtë që e thash tani si fjali e fundit, e kam thënë qysh në kohën kur kam qenë student postdiplomik në Turqi, kur i pasha lëvizjet e hizmetit, e FETÖ-s, se si po punonin, çfarë pasuri të mëdha, si i hapën shkollat e tyre në 190 shtete, thonin, në 190 shtete të botës. Gjithmonë kam thënë dhe jam ballafaquar shumë ashpër me ata njerëz të cilët e mbështetnin atkohë hizmetin, se është e pamundur që hizmeti i Turqisë, një lëvizje islame reformiste, të ketë kaq shumë sukses dhe të pranohet që t'i hap shkollat e saj në çdo shtet të botës, pa qenë e ndihmuar nga jashtë dhe pa qenë lojtare e agjendave të jashtme, të cilat një ditë do të përdorin FETÖ-n për interesat e tyre dhe për ta rrëzuar Turqinë. Njëjtë kështu, edhe për lëvizjet vehabiste, sado që ngjyrosen me bojë islame, si që shohim edhe në Egjipt, ku Partia Nur, përfaqësuesja e vehabizmit, e më vonë që pranon të quhet vetëm selefizëm, është po ajo e cila e ndihmon generalin El Sisi për rrëzimin e Muhammed Mursit, burgosjen e tij dhe grushtetin që bëhet kundër tij, kur që të dyja këto lëvizje thirreshin në emën të Islamit. Më pastaj me ndihmën e selefistëve dhe natyrisht për interesat të jashtme të konstelacioneve ndërkombëtare, vllazëria muslimane dhe disa të tjera lëvizje islame shpallen të ndaluara, të ndjekura dhe si terroriste. Për fund të fundit, lëvizjet e mëdha që ndodhin diku në botë, duhet kur të mos e harroni. Ato nuk mund të rriten në përmasa jashtë dimensioneve të shteteve të tyre, pa pas ndihmën e fuqisë kryesore të botës të asaj kohe. Deri në videon e radhës, mbetje me shëndet dhe natën e mirë.